dorë apo më dorë? Nuk ka. Jo, s'ka le. Ai e polti. Ai e polta. Po, polë. Pse? Polë që ja ku mshit njerë Ke shit. Ne kemi këtë dokumentacion që kemi bjerë. Po. Këtë për mes bombës, dhe pas konteston kërkush Po, shasonës po konteston. Pronësin apo kontestot? Jo. 16 familje, 10 ankesa që një vjetë e gjys. Ankesa për krekrejt të. Jo, ka një, tash nuk mundëm krejt për një herë. Atëherë sot më kaftuar Dektoria e Inspeksionit që të vëzhgoj punën që po e bojnë sot këtu në një pjesë të lagjës Ulpiana. Kemi ankesa që kanë qenë që një vjetë të gjys, edhe banorët e lagjës janë ankuar, është ridestinim i një objekti të banimit në objekt kafeterisë, e cila as nuk ka leje, as nuk e ka pëlqimin që kërkohet edhe për me kërku me marrë leje, sepse për me kërku leje nevojitet 50% të banorëve që të marrë pëlqim. Këtu nuk ekziston asnjëra, po ashtu hapësira përbashkët e shkallëve, siç më ka informuar inspeksioni, është lëviz muri. Termokosi nuk ka qasje në podrom për shkak të intervenimeve që janë bë intervenime edhe në hypjen e ujësjellësit. Këto janë gjëra të cilat nuk do të tolerohen. Andaj unë sot ju ftoj të gjithë qytetarët që ta ndihmojnë në identifikimin e uzurpimit të pronës publike. Gjithkush ka të drejtë të punoj, gjithkush ka të drejtë që të organizojë dhe kompani, mirë po duhet ta bëjë me rregulla, me ligj, duke kërkuar përcimin paraprak nga Komuna e Prishtinës. Këtë problem e kemi trashëguar nga qeverisja e kalume, është një prej rasteve të cilat tashmë kemi filluar javën e kaluar dhe do të vazhdojmë, të gjitha ato cilat na kërkohet për implementimin e ligjit, sepse mos intervenimi jonë në raste të tilla është pastaj përgjegjësi edhe morale edhe penale e Komunës së Prishtinës kur nuk reagon gjatë shkeljes së ligjit. Sekretar, se dashtë me dalë ju në teren me pa, a nuk i besut inspektoratët ju që të takojnë? Jo, inspektorati vetë më ka ftu që të vëzhgoj punën, sepse nuk duan që vetëm ata të punojnë, pra të shohin, kanë kërku nga unë si kryetar që të vitë që shoh edhe disa raste. Unë ju kam thënë se mbështetjen time e ka plotësisht, unë e kam kërkuar vetëm një gjë nga ta. Implementim të ligjit, zbatim të ligjit, pa marrë parasysh se kush është, pa kurfar diskriminimi dhe do të fillojmë kështu një nga një. Unë as nuk i njoh se kush janë pronarët, as nuk i njoh se kush është pronari i banesave, siç e patë edhe këtu, nuk i njoh kush janë, nuk e kam ditë paraprakisht, për atë arsye kam thënë se nuk na intereson dhe ta bëjmë zbatimin e ligjit barabar. Por nuk mundemi të gjitha t'i bëjmë për një herë. Do të fillojmë dhe një nga një t'i bëjmë kështu lirimin e hapësirave.